Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, mjalti në darkë shëron këto 5 sëmundje. Ja kush duhet ta konsumoj menjëherë. Shumica prej nesh jemi të vetëdijshëm që mjalti mund të përdoret për të luftuar gripin dhe për të hidratuar lëkurën. Por në fakt, ndoshta nuk jemi të vetëdijshëm që shkencëtarët e konsiderojnë atë një super ushqim për shkak të vetive shëruese që ka. Kombinimi i mjaltit me ushqim është i shijshëm dhe njëkohësisht tepër i shëndetshëm, por nëse konsumoni vetëm një lugë mjalt para shtratit dhe e lini trupin t'i absorbojë të mirat që ka, ju do të befasoheni nga mrekullitë të cilat do të shfaqen në trupin tuaj. Këtu ju do të mësoni disa prej gjërave të cilat i ndodhin trupit kur ju filloni dhe të hani mjalt përpara gjumit. Bëni gjumë shumë më të mirë. Mjalti përmban një nutrient i cili quhet triptofan, hormon i cili ju ndihmon ju që të relaksoni dhe i jep trupit tuaj sinjalin se është koha për të fjetur. Ndonse trupit i nevojitet ky aminoacid, trupi nuk e prodhon atë në mënyrë natyrale. Ndaj, duhet që ta marrim atë duke konsumuar ushqime si mjalti. Ju ndihmon që të ulni shtypjen e lartë të gjakut. Pasi që shtypja e lartë të gjakut është faktori i cili kontribon në zvogëlimin e rrezikut të sëmundjeve të zemrës, mirëmbajtja e shtypjes së gjakut është kyçe për shmangjen e komplikimeve të ndryshme. Mjalti gjithashtu përmban antioksidues të cilët janë dëshmuar njëkohësisht se e zvogëlojnë shtypjen e gjakut. Do të ulni trigliceridet. Trigliceridet janë një lloj i yndyrës i cili gjendet po ashtu në gjak. Niveli i lartë i tyre nënkupton rrezik më të madh të zhvillimit të sëmundjeve të zemrës dhe njëkohësisht të diabetit. Fatmirësisht mjalti është ndërlidhur me zvogëlimin e niveleve të triglicerideve në trup. Ju forcohet sistemi juaj imunitar. Mjalti është i pasur gjithashtu me agent antioksidues dhe antibakterial të cilët ndihmojnë në forcimin e sistemit të imunitetit duke ju bërë juve më të fortë në luftimin e infeksioneve të cilat shkaktohen nga mikroorganizmat si bakterjet, kërpudhat dhe viruset e shumta. Gjithashtu, sipas ekspertëve, ju duhet të keni parasysh se mjalti mundet që të djegë të gjitha yndyrat më shpejt. Mjalti mundet që të përshpejtoj edhe metabolizmin tuaj në djegjen e yndyrave dhe njëkohësisht kjo nënkupton se rrit qarkullimin dhe rrit temperaturën e trupit për pak dhe kështu ju ndihmon që ju të ndiqni yndyr pa u përpjekur shumë. Sipas të dhënave, një nga mënyrat më efikase dhe të thjeshta për të shfrytëzuar të mirat e mjaltit është pikërisht konsumimi i tij përpara gjumit. Ekspertët e mjekësisë popullore kanë rekomanduar një zëri se një lugë çaj mjalt përpara se ju të shtriheni për të fjetur është më se e nevojshme në të mirë të shëndetit. Sipas ekspertëve, duhet të keni parasysh se mjaltin mundet që ta tresni edhe në një filxhan çaj kamomili ose qumësht të ngrohtë. Vlerat shëndetësore të ngrënies së mjaltit përpara gjumit. Rënja në peshë. Në qoftë se konsumohet në mbrëmje, mjalti ndihmon shumë në djegjen e yndyrave dhe në përmirësimin e funksioneve të mëlçisë. Duke pirë çajin me mjalt në vend të sheqerit, ju do të mundet që të parandaloni shtimin në peshë dhe të ulni nivelin e sheqerit në gjak dhe gjithashtu atë të triglicerideve. Studimet nga ana tjetër konfirmojnë se ngrënia e një lugë çaji me mjalt përpara gjumit e frenon urinë gjatë natës. Kësaj mjalti ju ndihmon ju që të humbisni në peshë teksa ju jeni në gjumë. Mjalti për një gjumë të qetë. Mjalti përmirëson cilësinë e gjumit, mungesa e të cilit mundet që të shkaktojë njëkohësisht shumë probleme shëndetësore siç janë
tensioni i lartë i gjakut, diabeti i tipit 2 dhe njëkohësisht artriti, ishemia dhe sëmundjet e zemrës. Nëse ju konsumoni një lugë çaj me mjaltë përpara gjumit, ai do të rrisë lehtë nivelin e insulinës, e cila ndihmon në çliриmin e hormonit të triptofanit. Mjalti gjithashtu ndihmon edhe në rritjen e serotoninës, hormoni i humorit të mirë, kënaqësisë dhe njëkohësisht i gëzimit, si edhe melatoninës, hormoni i gjumit të mirë. Mjalti ul rrezikun e diabetit. Një lugë çaj me mjalt ul nivelet e glukozës në gjak për një kohë të shkurtër. Mjaltin ju mundet ta kombinoni me pak kanellë për ta mirëmbajtur këto nivele dhe njëkohësisht për të parandaluar diabetin. Parandalon alergjitë dhe gjithashtu forcon imunitetin. Mjalti lufton alergji dhe këto aftësi i atribohen pikërisht mjaltit të vërtet dhe jo atij të pasterizuar. Mjafton një lugë çaj me mjalt çdo natë për të shmangur alergjitë e shkaktuara nga poleni. Imuniteti. Antioksidantët të cilët gjenden tek mjalti parandalojnë sëmundjet e zemrës dhe gjithashtu forcojnë imunitetin. Në qoftë se ju do të pini një lugë çaj me mjalt në mbrëmje, do të jeni plot me energji dhe do të mbroni rrugët e frymëmarrjes nga infeksioni. Një lugë me mjalt ju ndihmon gjithashtu edhe kundër kollës dhe mbron shëndetin e organizmit tuaj. Sipas ekspertëve, do të flini shumë herë më mirë. Mjalti e mban mëlçin tuaj të mbushur dhe e sigurohet që ajo të prodhojë sasinë e duhur të glikogjenit për natën. Kur konsumoni mjalt përpara gjumit, nivelet e insulinës në tru rriten, duke liruar kështu hormonin e triptofanit në tru. Triptofani kthehet në serotoninë, e cila formon melatoninën. Melatonina është një hormon i cili rrit imunitetin dhe rindërton indet gjatë pushimit. Melatonina jo vetëm që ju ndihmon gjatë gjumit, por ju ndihmon që të zgjoni dhe të çlodhur. Do të bini në peshë. Mjalti vepron si një karburant për mëlçinë dhe bën që ajo të prodhojë më shumë glukozë. Kur prodhohet glukoza, lajmëron trurin se nivelet e sheqerit në gjak janë të larta, gjë e cila i detyron që të prodhojë më shumë glukozë. Kur prodhohet glukoza, lajmëron trurin se nivelet e sheqerit në gjak janë të larta, gjë që i detyron atë të prodhojë hormone të cilat djegin dhjamin. Në këtë mënyrë, kjo arrihet sa më mirë dhe sa më rezultate më të mira. Mundohuni të zëvendësoni sheqerin që konsumoni me mjalt gjatë gjithë ditës. Para gjumit pini një gotë ujë të ngrohtë me 3 lugë çaj mjalt. Do të ndiheni më mirë. Mjalti është gjithashtu i njohur për vetitë që ka për të qetësuar dhimbjet e fytit dhe gjithashtu duke vepruar si ilaç për kollën. 2 lugë çaj me mjalt do t'i bëjnë shumë mirë fytit tuaj, por kujdes, mos u jepni fëmijëve nën moshën 1 vjeç. Ndër të tjera, mjalti ka këto efekte të tjera pozitive. Mjalti parandalon krijimin e shtresave në dhëmbët tuaj. Mjalti, sipas ekspertëve, do t'ju ndihmojë edhe me alergjitë. Mjalti përmirëson sistemin tuaj imunitar dhe ndihmon fëmijët dhe të rriturit me refluksin acidik. Gjithashtu, mjalti është një antioksidant perfekt, që do të thotë se e pastron trupin nga toksina të ndryshme, duke e lënë lëkurën tonë më të pastër. Ndihmon në humbjen e peshës. Sheqeri që gjendet tek mjalti i duhet trupit dhe mjalti rrit ndjeshëm imunitetin dhe përmirëson metabolizmin, që është elementi i parë për rënien e shëndetshme nga pesha. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.
Mirë, po nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.